Humbje e rënd për reperin Gjesti, vëllai i tij, Eldion Kelmendi, humb jetën në një aksident tragjik. Një ngjarje e rënd ka tronditur sot pejen dhe komunitetin më të gjerë. Në afërsi të fshatit Qungur ka ndodhur një aksident i rënd trafiku, ku si pasojë humbi jetën një person dhe një tjetër mbeti i plagosur rënd. Viktima dyshohet të jetë Eldion Kelmendi, vëllai i reperit të njohur nga peja, Gjesti. Sipas dëshmive të para nga vendngjarja, Eldioni ka ndëruar jetë menjëherë pas përplasjes, pasi forca e impastit ka qenë jashtëzakonisht e madhe. Automjeti i përfshirë ka pësuar dëmtime të rënda dhe trupat e shpëtimit kanë ndërhyrë menjëherë, por për fat të keq, nuk ka mundur të bëhet asgjë për të shpëtuar jetën e tij. Autoritetet policore kanë nisur hetimet për të sqaruar të gjitha rrethanat e aksidentit. Aktualisht, ato po shqyrtojnë faktorë të ndryshëm si shpejtësia e automjeteve, gjendja e rrugës, kushtet atmosferike dhe çdo element tjetër që mund të ketë kontribuar në këtë tragjedi. Policia ka apeluar tek dëshmitarët e mundshëm për të dhënë çdo informacion që mund të ndihmojë në zbardhjen e ngjarjes dhe ka premtuar që rezultatet e hetimeve do të bëhen publike sapo të përfundojnë analizat. Ngjarja ka lënë pa fjalë komunitetin lokal, i cili është mbledhur pranë vendit të aksidentit për të ofruar ndihmë dhe për të treguar solidaritet me familjen e viktimës. Shumë banorë kanë theksuar se kjo tragjedi është një goditje e madhe për zonën, duke shprehur dhimbje të thellë dhe ngushëllime të sinqerta për familjen Kelmendi. Familja Kelmendi, e njohur dhe e respektuar në fshatin Treboviq të komunës së Pejës, po përballet me një dhimbje të papërshkrueshme pas humbjes tragjike të Eldion Kelmendit. Lajmi ka tronditur jo vetëm familjen, por edhe gjithë komunitetin lokal, ku banorët janë mbledhur për të shprehur ngushëllimet, për të ofruar mbështetje dhe për të qëndruar pranë familjes në këto momente të vështira dhe të dhimbshme. Atmosfera në fshat është e rënduar, ndërsa kujtimet e së kaluarës dhe bashkëjetesa e përditshme me Eldionin lën një boshllëk të madh në zemrat e të afërmve dhe fëmijëve. Eldion Kelmendi, përveç lidhjes së ngushtë me familjen, ishte njohur nga publiku më gjerë për shkak të momentit të tij të veçantë gjatë pjesëmarrjes së vëllait të tij në Big Brother. Takimi i dy vëllezërve, i cili kishte prekur shumë shikues dhe kishte transmetuar një mesazh të fuqishëm dashurie dhe lidhjeje familjare, tani rikthehet me një kuptim krejt tjetër. Ky moment, që dikur simbolizonte gëzim dhe bashkëjetesë, tani është kthyer në një kujtim të hidhur dhe një reflektim mbi çmimin e papritur që jeta mund të marrë. Komuniteti i Treboviqit po tregon solidaritet të madh, duke qëndruar pranë familjes Kelmendi dhe duke ofruar ndihmën e tyre në çdo mënyrë të mundshme. Për shumë banor, kjo humbje e papritur shërben si një kujtesë e dhimbshme se jeta është e çmuar dhe se çdo moment me të afërmit duhet të vlerësohet. Kujtimet dhe dashuria që Eldioni ka ndarë me të tjerët do të mbeten gjithmonë një trashëgimi e çmuar, ndërsa komuniteti shpreson që personi i plagosur të përfitojë shërim të shpejtë dhe plotësues. Gjesti, gjatë pjesëmarrjes së tij në Big Brother, shpeshherë ka përmendur vëllain e tij, Eldionin, duke ndarë me publikun dashurinë dhe lidhjen e ngushtë që kishin. Takimi mes tyre, një moment i veçantë dhe i paharrueshëm, mbetet një kujtim me vlera të mëdha për Gjestin dhe do të qëndrojë i ngulitur në memorien e tij për gjithë jetën. Ky moment simbolizonte jo vetëm dashurinë dhe mbështetjen familjare, por edhe forcën e lidhjeve që nuk shuhet asnjëherë, pavarësisht largësisë ose situatave të vështira. Tragjedia që goditi familjen Kelmendi e bën këtë kujtim edhe më të çmuar, duke treguar se lidhjet e vërteta familjare kanë një peshë të pakrahasueshme në jetën e çdo njeriu. Për publikun që ndiqte historinë e dy vëllezërve, ky moment tani përfaqëson një kujtesë të fuqishme për vlerën e familjes dhe rëndësinë e çdo sekonde që kalojmë me të dashurit tanë.